Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova nënshkroi dekretet me të cilët shkarkohen nga detyra 8 ambasador, pasi ata u emëruan në këto pozita pa përmbushur obligimin ligjor para trupit të punës së kuvendit, njoftojnë nga kabineti i presidencës. Ambasadorët që emërohen ligjërisht janë të detyruar që para se të emërohen të paraqesin pikpamjet e tyre për marrëdhëniet me shtetin dhe misionin ose organizatën ndërkombëtare para trupit të punës së kuvendit që është kompetent për politikat e jashtme, ndërsa 8 nga 9 të shkarkuarit nuk e kanë bërë këtë. Nga kabineti i Siljanovskës sqarojnë se një ambasadore është shkarkuar sipas procedurës së rregullt për shkak të përfundimit të mandatit. Sipas dekreteve të miratuara, shkarkohen Jakub Rexhepi nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Bosnjë dhe Hercegovinë, Meseli në Sarajev, Cenk Sejfullah nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Mbretërinë e Suedisë, Meseli në Stockholm, Metodija Belevski nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Mbretërinë e Belgjikës dhe nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm për madhërinë e Dukatës së Luksemburgut, Meseli në Bruksel, Agneza Rusi Popovska nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Republikën e Bullgarisë, Meseli në Sofje, Emil Krsteski nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Republikën Çeke, Meseli në Prag, Pajo Avirović nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm dhe shefi i misionit të përhershëm pranë organizatave ndërkombëtare, Meseli në Vjenë. Zeqir Ramqilović nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Malin e Zi, Meseli në Podgoricë, dhe Katerina Stavreska nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Meseli në Londër. Gjithashtu, presidentja Siljanovska-Davkova miratoi dekretin për shkarkimin në procedurë të rregullt të Svetlana Gelevës nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe të dërguarit të posaçëm dhe përfaqësues si i përhershëm pranë Këshillit të Europës, Meseli në Strasburg, për shkak të përfundimit të mandatit. Sipas dekreteve të miratuara, detyra e ambasadorëve do të përfundojë më 30 prill 2025.